Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për gjitha shenjat e horoskopit. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, sepse edhe java ende nuk ka përfunduar, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, do fillojmë pa humbur kohë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe do fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Atëherë, kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Demit, energjitë shenjave të tokës, por kemi të bëjmë dhe me energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë. Në fillim të javës, shoh që për një pjesë prej jush do hyni në një, mund të keni një njohje, mund të keni një takim me një person, ju do dëshironi të shkoni drejt këtij personi, ju shoh shumë entuziast në lidhje me një dashuri, me një takim që do keni, dhe në fund të javës do jeni në pritje të një përgjigjeje. Për pjesën tjetër nga ky person, për pjesën tjetër shoh që do keni takime, do keni finalizime të njohjeve ose lidhjeve tuaja. Për disa prej jush mund të jeni në lidhje ose marrëdhënie që do jeni më të konsoliduar gjatë fillimit të javës, por ju shoh që dëshironi të hidhni hapa para në lidhje me këtë person. Dhe jeni duke pritur përgjigje nga ky person, ose në rastin tjetër mund të hyni në partneritete te vendi punës, do jenë partneritete të bekuara nga universi, ju do dëshironi të riskoni, do ndjeni shumë entuziast, do dëshironi edhe pse risku është 50-50 ose rreziku, ju përsëri dëshironi të jeni hapa në lidhje me një bashkëpunim ose partneritet. Dhe këtu flasim në lidhje me punën, me bizneset, me karrierën tuaj. Dhe edhe pse keni pak të ardhura, ju përsëri do ndjeni shumë entuziast në lidhje me këtë bashkëpunim që do keni. Gjithsesi, në fund të javës, mbas këtyre situatave, ju shoh në pritje të një përgjigjeje. Mund të jeni në pritje të një udhëtimi, në pritje të një shtatzanie, në pritje të një pune, për gjithë ata të shtatzanisë, për gjithë ata që mund të jenë të martuar, që janë në marrëdhënie. Mund të prisni edhe për të larguar jashtë shtetit për një pjesë prej jush, ndoshta aty shoh që dikush ju mbështet, ju do ndjeni shumë të bekuar në lidhje me këtë person, edhe pse nuk keni shumë para në përduar, ju përsëri do dëshironi që të rrezikoni në lidhje me një udhëtim ose me një largim jashtë shtetit. Në rastin tjetër mund të ketë largim nga vendi punës, ku ju prisni një përgjigje për të filluar diçka tjetër, ose në bashkëpunime të ndryshme që ju keni. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, ju shoh jeni te energjia shenjave të ajrit, përsëri energjia shenjave të ajrit dhe të zjarit. Në fillim të javës, ju shoh që do jeni në gjendje pagjumësie, ndoshta do jeni duke menduar rreth njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja. Dhe kjo mund të ketë zgjatur për një kohë të gjatë, e shoh këtu. Kur ju mendoni, nëse dëshironi të futeni në një njohje, mendoni rreth këtij personi, ose ju dëshironi që të keni një diskutim me këtë person, ndoshta edhe një takim. Për pjesën tjetër, ju mendoni në lidhje me njohjet dhe lidhjet që keni, nuk e di, por keni pas eksperienca dhe jeni duke marrë dhe vendime të rëndësishme, ndoshta për të stabilizuar
këtë njofje ose këtë lidhje ose edhe marrëdhënie tuaja. Dhe kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë kjo situatë, por gjithsesi jeni drejt fundit, ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj, me familjen, mund të ketë lidhje me një shtëpi, ose me një zhvendosje që doni të bëni, me një investim që doni të bëni te shtëpia juaj. Ose edhe në lidhje me çështje dhe situata që kanë lidhje me shtetin dhe me ligjin, me situata çështje ligjore më saktë, ose mund të ketë të bëjë edhe në lidhje me dokumentat. Gjithsesi, fillimi i javës është i tillë ku ju do ndiheni në gjendje pagjumësie dhe në mendime në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Mesi i javës shoh që do merrni vendime të rëndësishme për gjithë ata që kanë të bëjnë me institucione shtetërore, shoh që në fund të javës ju do jeni duke festuar. Mund të jenë dokumenta nga më të ndryshme, dokumenta shtëpie, dokumenta për një investim që doni të bëni, dokumenta për fëmijët tuaj. Mund të jenë dokumenta leje qëndrimi, leje pune, një zhvendosje që doni të bëni. Ose mund të jenë edhe dokumenta të tjera që nuk mund t'i përmendim gjitha, e rëndësishme është që ka lidhje me institucionet. Por fundi i javës, unë ju shoh shumë të gëzuar, shumë të lumtur, ju harrini të stabilizoni çfarë do lloj situate që të keni. Dhe duke stabilizuar situatat tuaja, ju do jeni dhe duke festuar. Mund të festoni në lidhje me fëmijët, me miqtë tuaj, te vendi i punës, varet nga situatat që keni. E rëndësishme është që ju harrini të stabilizoni gjithçka që keni në jetën tuaj në fund të javës. Është një energji fantastike, edhe pse fillimi i javës duket i tillë. Gjithsesi, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë te WhatsApp. Atëherë, ju keni të bëni me energjinë e shenjës së luanit. Kemi kartën e diellit, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit. Dhe këtu kemi dhe hënën e re, sepse jemi në javën e hënës së re. Unë ju shoh me shkëlqim, të lumtur, sharm. Ju do mbështesni shumë fëmijët tuaj, do ndjeni shumë të lumtur në lidhje me njofjet ose lidhjet që ju keni. Ose me një ofertë të re që do t'ju vi gjatë kësaj periudhe. Sepse jemi me hënën e re, kemi dhe energjinë e hënës, dhe është një person që mendon seriozisht në lidhje me ju. Por nuk po hedh hapa akoma në mesin e javës. Por në fund të javës, ky person do vi drejt jush. Dhe ju ndjeni shumë të lumtur. Ju e dini që ky person ka ndjenja dhe emocione në lidhje me ju. Për pjesën tjetër, ju do mbështesni shumë fëmijët tuaj në lidhje me një ofertë që mund të kenë. Mund të jetë një ofertë pune, ose mund të jeni dhe ju vetë që keni një ofertë pune. Është një ofertë shumë e mirë që ju vjen në mes të javës, por ju përsëri do ndjeni pak të ngecur, sikur nuk do bëni lëvizjet, nuk do filloni të lëvizni akoma, por në fund të javës shoh që dikush ju ofron përsëri një ofertë që është shumë e mirë dhe që ju do ta pranoni. Këtë mund ta merrni edhe në çështje në lidhje me situata të ndryshme, mund ta merrni me studimet, në lidhje me udhëtimet, sepse shoh udhëtime 2 herë, në fillim të javës dhe në mes të javës. Mund të jetë një ofertë në lidhje me një udhëtim për ta realizuar në fund të javës. Gjithsesi ju shoh keni shumë emocione, mendoni shumë për anën ekonomike, por akoma nuk ka ardhur momenti që të lëvizni në lidhje me një punë të re, me një partneritet, me një bashkëpunim, edhe pse ju shoh që në fillim të javës do të shihni gjërat shumë qartë në lidhje me çfarë do çështje dhe situatë që do keni. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë te WhatsApp-i. Dhe shohim energjinë që na vjen. Atëherë, jemi te energjia shenjave të ujit, që jeni dhe ju vetë.
kemi energjitë shenjave të zjarit dhe kemi energjinë e shenjave të ujit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Por në fillim të javës, ju shoh jeni përqendruar në humbjen e diçkaje. Mund të jetë humbja e një dashurie, humbja e një personi, mund të jetë një dështim që keni pas në jetën tuaj ose dështime të ndryshme që mund të keni pasur dhe jeni të fokusuar te kjo energji. Ose ju mund të keni humbur një punë, një mundësi ekonomike, mund ta merrni në çfarë do lloj situate. Ju i dini më mirë situatat. Gjithsesi, karta ka këshilla dhe ju thot, lërini gjërat të rrjedhin. Mos shikoni gjërat që keni humbur në të kaluarën tuaj, por shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Dhe këto janë, mund të jenë mundësi në lidhje me dashurinë. Ju jeni përqendruar kaq shumë te humbja e një personi, humbja e një dashurie, dhe nuk shikoni këto kupa që ju presin. 2 oferta shumë të mira në lidhje me dashurinë, ose 2 oferta pune, 2 mundësi në lidhje me anën ekonomike. Kjo mund të ketë lidhje edhe me fëmijët tuaj, varet nga situatat që keni, dhe në mesin e javës ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ju shoh në një pozicion mbretëror, do ndjeni shumë mirë, në lidhje me qëllimet flasim, por ju shoh edhe shumë karizmatik, shumë entuziast në mesin e javës, sikur do harini të pozicionoheni dhe të dilni nga këto situata. Dhe në fund të javës shoh një çlirim shpirtëror, ju do ndjeni shumë mirë në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni pas nga e kaluara juaj. Thjesht dilni nga situatat e kaluara, shikoni mundësitë dhe ofertat gjatë kësaj jave, por ju shoh me qëllime, me lajme të mira, të gëzuar, mund të ndjeni mirë me veten tuaj nga ana shpirtërore. Është një javë fantastike, kujdes në fillim të javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Por më saktë te WhatsAppi. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë dhe energjitë shenjave të zjarit. Është një javë fantastike edhe për ju. Shoh që do ndiheni shumë të sigurt në gjërat që ju dëshironi. Nëse ju jeni në pritje të një përgjigjeje, unë shoh që do merrni një përgjigje pozitive, do jeni duke e festuar. Mund të jeni duke pritur një person dhe ju ndoshta dëshironi të mbyllni diçka dhe ndiheni shumë të sigurt në lidhje me një dashuri, me një njohje, lidhje ose me marrëdhënie tuaja. Ose ju jeni duke pritur përgjigje nga një person që e keni në jetën tuaj. Dhe në fund të javës shoh takime, shoh festime, ndiheni shumë entuziast në lidhje me një dashuri. Për pjesën tjetër, ju shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Ndoshta ju me këto parad, me marrjen e këtyre parave, duke parë gjërat që ju rrethojnë, do filloni të ndryshoni këndvështrim, do bëni plane afatgjata në lidhje me anën tuaj ekonomike, me një punë tuaj, por dhe në lidhje me dashurinë, se nuk e tham. Dhe fundi javës ju gjen në festime, ju harini të stabilizoni çfarë do lloj situate dhe kjo gjë do t'ju japi, do t'ju bëjë që ju të ndiheni shumë mirë. Për pjesën tjetër jeni duke menduar në lidhje me një investim që doni të bëni te shtëpia juaj. Ose mund të jeni në pritje të një udhtimi dhe merrni disa para dhe ju harini që ta bëni këtë udhtim. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që mund të keni zhvendosje shtëpie, nga një shtëpi në një shtëpi tjetër. Ose ju mund të bëni investime të ndryshme me marrjen e disa parave te fëmijët tuaj, në punën tuaj, në partneritete, bashkëpunime të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, është një javë fantastike edhe për ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Bikëqyreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë te numri i WhatsAppit.
Atëherë ju keni të bëni me energjinë e shenjave të ujit, energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit. Atëherë shoh që në fillim të javës do keni lajme të mira, do keni shumë emocione, do ndiheni mirë me veten, do ndiheni të gëzuar, sikur do buzëqeshni. Por ndërkohë shoh që keni emocione në lidhje me një person. Por është një person që ose është përqendruar te gjërat e tij dhe nuk e shef këtë kupë emocionale që ju i ofroni, ose në rastin tjetër mund të jetë dikush që e refuzon këtë dashuri, ose mund të jeni dhe ju që e refuzoni këtë dashuri nga një person. Gjithsesi në fund të javës shoh që ju doni t'i lini vështirësitë që keni kaluar mbrapa në lidhje me dashurinë, dhe gjithsesi edhe pse ndodheni në këto situata, ju do keni një takim dhe diskutime me një person, që jeni në njohje ose në lidhje. Ju do shkoni diku në fundjavë dhe aty në një vend të qetë dhe aty shoh shumë diskutime për t'i dhënë një drejtim më të mirë situatave. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me personat që mund të jenë në lidhje, në njohje ose në marrëdhëniet e tyre. Në fund të javës ju gjen drejt qetësisë tuaj, mund të shkoni të kaloni pushimet e fundjavës, ose ju mund të lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar, një punë ndoshta të lodhshme që mund të keni pasur dhe drejtojnë drejt qetësisë. Për pjesën tjetër, shoh që do keni një ofertë si në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, por ju nuk e shikoni sepse jeni përqendruar aq shumë te gjërat tuaja të përditshme, saqë është një dorë nga universi që ju thotë, ja ku e keni, mos u trishtoni, sepse ju shoh pak të trishtuar. Dhe jeni të përqendruar në një lloj trishtimi. Dhe fundi javës ju shoh që ndoshta ndjeni pak të lodhur psikologjikisht, keni nevojë për një pushim, por ndërkohë do të jepni drejtim në lidhje me një ofertë që ju do keni. Mund të jetë një ofertë në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me fëmijët tuaj, ose edhe në lidhje me punën tuaj, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që ju do keni. E rëndësishme është që ju i jepni drejtim gjithçkaje. Është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në